Zonja dhe zotri, mirë se vinin Kubin Sportiv. Unë jam Drilon Gjopollari dhe në minuta vazhdim do të jemi së bashku për sjelljet e kjo zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Federata Shqiptare e Futbollit njofton se ka nisur procesi për blerjen e biletave për ndeshjen Poloni-Shqipëri, e cila do të zhvillohet në 26 mars në Varshavë për llogarit të gjysmëfinales së play-offit të botërorit. Të gjithë tifozët që dëshirojnë të aplikojnë duhet të regjistrohen paraprakisht në platformën e-bileta.al, duke krijuar një llogari personale ose duke përdorur një llogari ekzistuese. Çdo individ do të ketë mundësi të aplikojë vetëm për 2 bileta, pa mundësi për të kërkuar më pak apo më tepër. Procesi i aplikimit do të jetë i hapur për një periudhë 48 orë. Pas përfundimit të kësaj periudhe, sistemi do të përzgjedhë në mënyrë rastësore aplikantët fitues. Aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen përmes e-mailit, ku do të marrin një link të personalizuar për të përfunduar pagesën e biletave. Pagesa duhet të kryhet brenda 24 orëve nga momenti i marrjes së njoftimit. Pas përfundimit të pagesës, tifozët fitues do të marrin një link përkatës për të aksesuar biletat e tyre. Ndeshja do të jetë tepër e rëndësishme dhe ka një interes të jashtëzakonshëm nga tifozët për të siguruar një vend në stadium në Varshavë, ku Shqipëria do të synojë të marrë një fitore e cila do ta dërgonte në finale të play-offit me fituesin e çiftit ndërmjet Ukrainës dhe Suedisë.